Ministrja e Jashtme shqiptare Elisa Spiropali zhvilloi vizitën e parë zyrtare në Athinë, ku diskutoi me homologun grek Nikos Gerapetritis mbi çështjet e hapura dypalshe, integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor dhe bashkëpunimin mes dy vendeve aleate në NATO. Vizita e ministres Spiropali në kryeqytetin grek u zhvillua me synimin e qartë, adresimin e çështjeve të mbetura të së shkuarës dhe forcimin e partneritetit për të ardhmen. Pas takimit kok më kok, dy ministrat dha një deklaratë të përbashkët duke theksuar temat kryesore të dialogut. Spiropali theksoi përkushtimin e Shqipërisë për zgjidhjen e çështjeve të kufirit, përfshir delimitimin e hapësirave detare, respektimin e ligjit të luftës, njohjen e pensioneve dhe trajtimin e çështjeve pronësore të qytetarëve shqiptar në Greqi. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjedhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv, duke qenë partner në NATO të lidhur me një traktat misie dhe me perspektivë të përbashkët europiane. Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo referencë ligjore atavike nga lufta e dytë botërore, me pasoja në marrëdhënien aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq. Aspektet historike, ligjore dhe pronësore të qytetarëve dhe subjekteve shqiptare në Greqi u trajtuan hapur në kuadër të dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit dypalësh. Nga ana e tij, homologu grek përqendroi retorikën tek rëndësia e minoritetit grek si një ur komunikimi mes dy popujve, si dhe kontributin e emigrantëve shqiptar në integrimin e shoqërisë helene. Minoriteti grek është hallka e pandashme lidhëse mes dy popujve tanë, është ura e komunikimit dhe mirëkuptimit. Gjithashtu një rëndësi të veçantë jep dhe kontributi i emigrantëve shqiptar që kanë treguar një shkallë të lakueshme integrimi funksional në shoqërinë helene. Përshpejtimi i perspektivës europiane ndihmoi në një ambient që do të ndihmojë në kapërcimin e rreziqeve që krijohen nga ndërhyrjet e padrejta, nga ringjallja e stereotipeve të vjetruara, të nacionalizmit, të retorikës së rishikimit. Greqia qëndron konsekuente në pozicionin e saj drejt futjes së Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian në bazë të performancave dhe reformave të kryera. Teksa Athina pritet të marrë presidencën e Këshillit të Evropës në gjysmën e dytë të vitit 2027, Gerapetritis garantoi se Greqia ka një qasje konstruktive në procesin e integrimit.